Në Shqipëri, tradita e festimit të vitit të ri ka qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e kulturës dhe jetës shoqërore. Festa e vitit të ri është një ngjarje që e presin me padurim të gjithë, pavarësisht nga klasa sociale apo rrethi ku jetojnë. Kjo festë ka patur gjithmonë një rëndësi simbolike, pasi përbën një moment të reflektimit dhe shpresë për të ardhmen. Në kohën e mbretit Zog, festa e vitit të ri ishte një ngjarje e madhe dhe e shënuar. Oborri mbretëror organizonte një ballo të mrekullueshme, ku njerëzit e shoqërisë së lartë mund të kalonin natën duke vallëzuar dhe duke kënduar. Pjesëmarrësit shpesh herë e nderonin traditën e trokitjeve së gotës si një akt simbolik që i lidhte ata në një atmosferë festive dhe harmonie. Kjo ishte një kohë kur shoqëria e pasur shqiptare mund të përjetonte luksin dhe elegancën e një mbrëmje të tillë, një ngjarje e cila do të mbetej në kujtesën kolektive për shumë kohë. Pas çlirimit të Shqipërisë, festa e vitit të ri vazhdoi të ruante traditën e saj të pasur edhe në vitin 1944, kur vendi sapo kishte përjetuar çlirimin, aleatët britanik organizuan një darkë festive për vitin e ri në një hotel në Tiranë. Ky moment tregon se edhe në periudhën e pas çlirimit, pavarësisht kushteve të pasigurisë dhe vështirësive që pakalonte Shqipëria, ishte e rëndësishme të ruhej kjo traditë e festimit të kësaj feste. Njerëzit e thjeshtë nga ana tjetër e festonin këtë natë të veçantë me mënyra më të thjeshta, por të ngrohta, qëndronin zgjuar gjithë natën, shpesh herë rreth një zjarri, duke bërë lojra tradicionale, kënduar këngë popullore dhe shijuar një gotë raki. Në vitet 50, preferenca për të kaluar natën e vitit të ri në ambiente publike filloi të bëhej gjithnjë e më popullore. Kjo tendencë shprehu dëshirën e njerëzve për të kaluar një natë të paharrueshme me shoqërinë, muzikë dhe vallëzimin. Orkestrat dhe grupet muzikore u bën pjesë e pandashme e festimeve të vitit të ri, duke i dhënë ngjyrë dhe emocion ngjarjeve të natës. Pas viteve 60 deri në vitet 80, festa e vitit të ri u shndërrua në një ngjarje të rëndësishme për të gjithë shqiptarët, duke u shoqëruar me aktivitete dhe organizime të shumta, përfshirë mbrëmje muzikore, darka festive dhe organizime masive në qendrat e qyteteve. Në këtë periudhë, të rinjt dhe familjet e thjeshta do të frekuentonin klabe dhe hotele, ndërsa në qytetet më të mëdha organizoheshin aktivitete të ndryshme për të gjithë ata që donin të festonin në një atmosferë më të gjerë dhe më të organizuar. Festa e vitit të ri kështu kaloi nga një ngjarje ekskluzive dhe e mbështetur nga elita në një ngjarje të përbashkët për të gjithë shqiptarët, që ka vazhduar të ruajë atë atmosferë festimi dhe shprese që e karakterizon ende edhe sot. Në shumë qytete të Shqipërisë, por veçanërisht në Tiranë, viti i ri festohej me një entuziazëm të veçantë dhe një atmosferë të veçantë festive. Një nga vendet më të njohura ishte kursali i famshëm në qendër të qytetit, por jo më pak popullor ishin sallat gjigande apo lokalet elegante. Por këto festa nuk ishin të rezervuara vetëm për të pasurit apo të famshmit. Në to merrin pjesë edhe shumë të huaj, marinar, student dhe kryesisht punonjës të ambasadave, të cilët këndonin dhe vallëzonin me muzikë nga më të ndryshmet deri në mëngjes. Në këto mjedise krijoi një atmosferë mjaft mondane dhe festive, ku çdo detaj ishte i menduar për t'i dhënë natës një shkëlqim të veçantë. Dhuratat, dekorimet, dritat e ndezura dhe veshjet elegante të pjesëmarrësve e bënin ambientin të ndjente një atmosferë luksi dhe gëzimi. Kur ora shënonte mesnatën, dritat fikeshin, gotat përplasin njëra tjetrën dhe një puthje në faqe shënonte fillimin e vitit të ri. Pas kësaj, të gjithë dilnin jashtë për të admiruar fishek zjarret që ndriçonin qiellin e natës. Ndërkohë në shumë lokale organizoheshin lojra dhe lotarime prezantues e aktorë të njohur, duke mbajtur gjallë atmosferën deri në orët e para të mëngjesit. Qëndrimi në restorant ishte i gjatë, pa kufi kohe, dhe kjo e bën të përvojën akoma më të paharrueshme. Megjithatë, për shumicën e njerëzve të thjeshtë, festa e vitit të ri nuk lidhej me shkëlqimin e lokaleve të mëdha, por me ngrohtësinë e familjes dhe miqve më të afërt. Për shqiptarët, darka e vitit të ri nuk ishte thjesht një vakt, ishte një ritual, një kohë për reflektim, gëzim dhe shpresë për vitin që vinte. Motivimi ishte i madh, pasi do të vinin për vizitë të afërmit e komshit, por edhe duke bler mobilje apo diçka të vogël sipas mundësive. Njerëzit kishin bindjen se duke bler kaq shumë gjëra, viti i ri do të gjente më të begat. Pas darkës së vitit të ri, ku tavolina shtrohej me të gjitha të mirat, në ditët e para të janarit, shqiptarët vizitonin të afërmit e tyre, duke u uruar për vitin e ri. Sot për shqiptarët, festimet e vitit të ri vazhdojnë të jenë shumë të rëndësishme dhe nuk kanë hequr dorë nga disa tradita, si darka e bollshme apo baklavaja. Megjithatë, diçka ka ndryshuar, si për shembull, dëshira për të festuar në restorante ku zhvillohen festa të mëdha, apo dëshira për të dalë në shesh ku zakonisht
Në qytete të mëdha zhvillohen koncerte festive dhe në orën 12 hidheshin fishek zjarre, por një tendencë në rritje që bie shumë në sy gjatë viteve të fundit është dëshira për të udhëtuar jashtë vendit dhe për të njohur rritje të reja festimesh nëpër botë. Ndryshe nga shumë vendet e tjera europiane ku festimet më të rëndësishme lidhen me Krishtlindjet, për shqiptarët, dita kulmore e festimeve mbetet nata e 31 dhjetorit. Kjo natë nuk është vetëm një ndërrim i thjeshtë i viteve, por një simbol i shpresës, i begatisë dhe i fillimeve të reja, i trashëguar brez pas brezi. Edhe pse shumë elementë të festës kanë ndryshuar me kalimin e kohës, rrënjët e saj mbeten të forta. Dikur, 31 dhjetori ishte dita më e veçantë e vitit. Punonjësit të merrin dhurata për fëmijët nga institucionet, dhurata që shpesh priteshin me padurim, sepse për shumë familje, ato ishin mënyra e vetme për të sjellë pak magji për fëmijët. Në prag të festës, Anvisa të zgjedhte një ditë të tërë vetëm për të marrë me pastrimin e shtëpisë. Kjo nuk ishte thjesht një detyrë shtëpiake, por një ritual që lidhej me idenë se shtëpia duhej të priste vitin e ri e pastër dhe e rregullt, sepse kështu besohej se do të sillte mbarësi. Nata e vitit të ri zakonisht festohej brenda familjes. Në ditët e para të janarit fillonte rituali i vizitave. Shqiptarët trokisnin në dyert e të afërme dhe fshinjve të tyre për t'i uruar shëndet, gëzim e fat për vitin që sapo kishte nisur. Megjithatë, në qendër të gjitha këtyre zakoneve qëndronte ushqimi. Aso kohë, ashtu si sot, tryeza e vitit të ri ishte zemra e festës. Përgatitjet nisin shumë ditë më parë, veçanërisht për baklavan, e cila konsiderohet mbretëresha e travolinës. Në vitet e fundit, tryeza e vitit të ri është pasuruar edhe me ëmbëlsira të reja, si trileçe, tortat e akullta dhe shumë të tjera. Këto zgjedhje moderne shpesh vijnë si rezultat i kërkesës për ushqime më të lehta dhe me më pak kalori, duke treguar se tradita dhe moderniteti mund të bashkëjetojnë në harmoni në çdo familje shqiptare. Gatimi tradicional i festave në Shqipëri ka qenë gjithmonë i lidhur ngushtë me gjelin e detit, i cili zakonisht gatuhet i pjekur në furrë ose i skuqur në tigan. Kjo përgatitje klasike është ndër më të dashurat në tryezat shqiptare dhe shumica e familjeve zgjedhin ta shërbejnë të shoqëruar me përshesh, kulaç i thërmuar dhe i njohur me lëngun aromatik të gjelit apo të pulës së pjekur. Sigurisht, mishi i viçit, i qëngjit apo dha i derit nuk mungojnë në tryezat e fundvitit. Në shumë zona të vendit ka tradita të veçanta përgatitje. Për shembull, në Gjirokastër është e zakonshme që në darkën festive të shërbehet byrek me mish, i mbushur me qep, erza dhe mish të ngrirë, por gjithashtu edhe lakror të ndryshëm që mbledhin gjithë familjen rreth furrës dhe aromave shtëpiake. Në zona të prandetit ose pranë liçeneve si në Pogradec, peshku është ushqimi kryesor i tryezës. Tava me peshk, shpesh e përgatitur me qep, domate dhe erza vendase, vazhdon të mbetet një nga recetat më të preferuara për natën e ndërrimit të viteve. Megjithatë, vitet e fundit shihen edhe element modern në menun festive të shumë familjeve. Pjesë e pandashme janë bërë sallatat e ndryshme, antipastat, si dhe kombinimet kreative të perimeve. Krahas sallatës tradicionale ruse, tashmë shfaqen në tryezë edhe përbërës më të veçantë si brokolo, finoku, sallata iceberg dhe perime të tjera sezoni. Pavarësisht ndryshimeve të kohës dhe shijeve, një gjë mbetet thelbësore për shqiptarët. Tavolina duhet të jetë sa më e pasur dhe e mbushur me gatime. Edhe në rastet kur familja është e vogël, bolloku i ushqimit shihet jo vetëm si pjesë e festimit, por edhe si simbol mikpritje, gëzimi dhe shenja një viti të mbarë që po vjen. Tradita së fundmi duket se po ndryshon dukshëm në shumë familje shqiptare. Dikur gatimet e darka e përbashkët për festat e veçanta si nata e vitit të ri ishte një moment i shenjtë familjar, ku të gjithë bashkoheshin dhe respektonin receta tradicionale të pasura me aromë dhe histori. Sot, shumë familje preferojnë të gatuajnë vetëm për veten e tyre ose për grupe të vogla brenda familjeve. Për më tepër, çdo individ ose familje ka tendencë të përgatisë ushqimet sipas preferencave personale, duke përfshirë gatime me prodhime deti, sallata të ndryshme, antipasta apo receta të tjera që nuk lidhen domosdoshmërisht me traditën e vjetër. Një ndryshim i dukshëm është mënyra se si shumë njerëz preferojnë të festojnë darkën e vitit të ri jashtë shtëpisë. Restorantet e ndryshme në qytete si Tirana ofrojnë menu të larmishme dhe të shijshme, duke krijuar një atmosferë festive pa lodhjen e përgatitjes së ushqimit në shtëpi. Megjithatë, kjo mund të ketë një kosto të lartë, e cila nuk është e përballueshme për të gjithë, duke e bërë këtë trend një opsion më tërheqës vetëm për disa familje. Sidoqoftë, variacionet janë të shumta dhe sot ka mundësi të ndryshme për të festuar në mënyra të reja, duke i dhënë një dimension modern dhe kreativ festës tradicionale. Në vitet e fundit dhe sidomos tek të rinjt, ka një tendencë gjithnjë më të dukshme për të festuar ndryshe festën e vitit të ri.
Një traditë që ka fituar popularitet është ajo që fillon në orën 12, kur familjet mblidhen për të bërë urime të para dhe për të ndarë momente të gëzuara të kalimit në vitin e ri. Pas kësaj, shumë të rinj nuk ngurojnë të bashkohen miqve të tyre për të vazhduar festën në lokalet e natës, ku ritmet e muzikës e mbushin atmosferën deri në orët e para të ditës së parë të vitit. Kjo është një traditë e cila tashmë është bërë pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz, sidomos në qytetet më të mëdha, si Tirana, nga baret dhe lokalet me tema të ndryshme, deri tek ambientet e aranuara me kujdes, për të siguruar që çdo moment të jetë i paharrueshëm. Të rinjt, por edhe ata që janë më të moshuar, mund të gjejnë gjithmonë një vend ku mund të kalojnë një natë të paharrueshme. Edhe pse ka kaq shumë rëndësi për të festuar, ajo që është vërtet e rëndësishme për shqiptarët është se fundi i vitit është një moment që duhet ta kalojnë në shoqërinë e atyre që duan më shumë. Është një moment ku lidhjet familjare dhe miqësore forcohen. Shqiptarët, përveç se i pëlqejnë festat, kanë një kulturë të veçantë që i bën ata të kërkojnë shoqëri, të qeshin dhe të ndajnë gëzim me ata që janë më të afërt. Ky është një nga momentet më të bukura, kur njerëzit grumbullohen për të ndarë një vit të ri plot shpresa dhe dëshira për të ardhmen, të trokitura gotash, urime të sinqerta për një vit të mbarë dhe momente të gëzuara që shoqërojnë të natë janë ato që japin kuptim kësaj tradite të veçantë. Ky është një ritual që për shumë shqiptar do të vazhdojë të jetë një pjesë thelbësore e kulturës dhe mënyrës së jetesës edhe për shumë vite të tjera. Viti i ri është festa që festohet në të gjithë botën dhe bën bashkë të gjithë njerëzit. Rreth festës së vitit të ri ka fakte dhe supozime të ndryshme për kohën dhe mënyrën se si festohet. Viti i ri, të cilin e festojmë ne dhe shumë vende të tjera të botës, bie më 1 janar dhe i takon kalendarit gregorian si vazhdim i kalendarit romak, por vende të tjera si Kina, Japonia, India, Vietnami dhe vendet islamike e përdorin kalendarin lunar. Kalendar ky i cili bazohet në lëvizjet e hënës rreth tokës dhe datat e festimit dallojnë dukshëm nga njëra tjetra. Në kulturën perëndimore, bredhi i stolisur, babagjyshi dhe dhuratat janë karakteristike për festat e fundvitit. Tradita e bredhit ka origjinë antike. Mendohet që egjiptianët e kanë kultivuar gjatë traditën e prezencës së bredhit në shtëpinë e tyre në dimër për të simbolizuar triumfin e jetës mbi vdekjen. Romakët po ashtu e adhuronin bredhin dhe e festonin stinën e dimrit për nder të zotit të bujqësisë, që njej me emrin Saturnus. Tradita e tyre ishte që shtëpia të stolisej me drunj të gjelbër dhe drita si të shkëmbenin dhurata. Në mesjet, gjermanët dhe skandinavët vendosin brëdh jashtë dyrëve të shtëpisë si simbol shprese për pranverën e ardhshme. Dhënia e dhuratave që në shumë vende perëndimore është traditë e festës së Krishtlindjet, tek ne praktikohet kryesisht gjatë festës së vitit të ri dhe vetëm për fëmijët. Kjo mund të konsiderohet paksa e çuditshme, por duke i marrë parasysh supozimet që figura e babagjyshit dhe dhënia e dhuratave ka origjinë pagane, dhe që mirësia e plakut të dimrit qëndron te kujdesi dhe dashuria për fëmijët e varfër, të cilët i ndihmon dhe gëzon me dhurata, bën që babagjyshi të konsiderohet një personazh përrallë i vitit të ri. Vitet e fundit në vendin tonë, shumë turistë huaj zgjedhin të kalojnë festat e fundvitit. Tirana është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë energji, muzikë dhe festa pafund. Sheshi Skënderbej ndërrohet në zemrën e festimeve, me koncerte live, numërim mbrapsht dhe fishek zjarre spektakolare. Baret, klubet dhe restorantet e kryeqytetit ofrojnë menu speciale dhe evente tematike, duke e bërë natën e ndërrimit të viteve dinamike dhe plot gjallëri. Për ata që preferojnë qetësinë dhe bukurinë e natyrës, zonat malore si Valbona, Thethi, Dardha dhe Korça, një zgjedhje perfekte. Dybora, oxhaçet e ndezura, ushqimi tradicional dhe mikpritja karakteristike krijojnë një atmosferë intime dhe magjike. Këto destinacione janë ideale për familje, çifte apo grupe miq që duan të largohen nga zhurma e qytetit dhe të përjetojnë një vit të ri autentik shqiptar. Nëse dëshiron një kombinim mes festës dhe relaksit, Bregdeti shqiptar ofron alternativa gjithnjë më të rejse. Qytete si Durrësi, Vlora apo Saranda organizojnë mbrëmje festive në hotele dhe restorante buzdetit, ku mund të shijosh ushqime deti, muzikë live dhe një klimë më të butë krahasuar me zonat e tjera të vendit. Përveç festimeve dhe aktiviteteve kryesore, një tjetër element që e bën vitin e ri në Shqipëri kaq të veçantë është mikpritja tradicionale. Kudo që të shkosh, do të ndjesh ngrohtësinë e njerëzve, gatishmërinë për të ndarë një gotë raki, një pjatë me ushqim shtëpie, apo një urim të sinqert për vitin që vjen. Kjo ndjenjë, komuniteti dhe afrimiteti e kthen çdo udhëtim në një përvojë emocionale, jo thjesht turistike.
familjarë. Akomodimi gjatë kësaj periudhe ofron gjithashtu shumë alternativa nga hotele luksoze me programe festive të organizuara deri tek bujtinat tradicionale, ku festimi zhvillohet në mënyrë më familjare dhe autentike. Në zonat të malore, orxhaçet e ndezura, ushqimi bio dhe qetësia e natyrës krijojnë një atmosferë ideale për ata që duan të largohen zhurmës, ndërsa në qytete, hotelet dhe resortet ofrojnë paketa speciale që përfshin darka festive, muzikë live dhe aktivitete argëtuese për çdo moshë. Edhe pas datës 1 janar, festa nuk mbaron. Ditët në vijim janë perfekte për të shijuar Shqipërinë në një ritëm më të qetë, për të vizituar qytete historike, për të bërë shëtitje panoramike, për të shijuar kuzhinën lokale ose thjesht për të çlodhur pas një viti të ngarkuar. Shumë zona mbeten të gjalla deri në javën e parë të janarit, duke e bërë këtë periudhë ideale për pushimet dimrore. Në fund, pavarësisht nëse feston me miq, familje apo edhe një udhëtim solo, viti i ri në Shqipëri është një kombinim i traditës, argëtimit dhe emocioneve pozitive. Është një moment për të reflektuar, për të festuar dhe për të nisur vitin e ri me energji të mirë, kujtime të bukura dhe shpresë për ditë më të mira. Përveç këtyre zakoneve, nata e vitit të ri shoqërohet edhe me një atmosferë të gjallë festive në qytete dhe fshatra. Sheshet mbushen me drita, fishek zjarre dhe muzikë, ndërsa familjet mblidhen rreth televizorit për të ndjekur programet festive që janë bërë tashmë traditë ndër vite. Të qeshurat, këngët dhe kujtimet e vitit që mbyllen krijojnë një ndjenjë reflektimi dhe shprese për ditë më të mira. Edhe fëmijët e presin këtë festë me padurim të veçantë, duke besuar se viti i ri sjell dhurata dhe surpriza. Ata qëndrojnë zgjuar deri në mesnatë për të numëruar sekondat e fundit të vitit të vjetër dhe për të përshëndetur të rinë me entuziazëm. Në shumë familje, kjo është edhe një mundësi për të mësuar brezave më të rinj rëndësinë e traditave dhe vlerave familjare. Në thelb, viti i ri në Shqipëri nuk është thjesht ndërrim kalendarik, por një moment bashkimi, falënderimi dhe shprese. Është një festë që lidh të kaluarën me të tashmen, duke ruajtur zakonet e vjetra ndërsa përqafon frymën e re moderne. Kjo ndërthurje e bën vitin e ri një nga festat më të dashura dhe më kuptimplota për çdo familje shqiptare. Nga festat urbane të gjalla në Tiranë dhe Durrës, tek qetësia e bardhë dhe Voskopojës, apo eleganca historike e Beratit, viti i ri në Shqipëri është një përvojë që përmbledh gjithçka, traditë, emocion dhe mikpritje. Me planifikim të mirë dhe zgjedhje të duhura, festa jote mund të shndërrohet në kujtim të përjetshëm. Ushqimi tradicional, muzika festive dhe atmosfera e ngrohtë familjare e bëjnë këtë periudhë të vitit veçanërisht të dashur për vendasit dhe vizitorët, qoftë në sheshet e mbushura me drita e fishek zjarre apo pranë xhakut me një bujtinë malore. Çdo destinacion ofron në mënyrë unike për të përshëndetur vitin e ri. Shqipëria me larminë e saj kulturore dhe bukuritë natyrore të fton ta nisësh vitin me gëzim, shpresë dhe përvoja që mbeten gjallë në kujtesë.